Elhamdulillah, për mirësitë dhe begatitë e panumërta që na ka dhënë Zoti, dhe nuk ka dyshim se edhe këto ligjërata dhe këto derse që po mbahen para Ramazanit nuk janë gjë tjetër vetëm se një mirësi dhe një begati e Zotit ndaj nesh, duke përfituar nga ligjëratat, nga këshillat, nga porositë që na japin hoxhallarët që na kanë vizituar, dhe kështu do të vazhdojmë inshallah taala deri përpara Ramazanit. Kemi nderin dhe kënaqësinë që sonte të kemi në mesin ton hoxhën e nderuar Ardian Sejdini, i cili i është përgjigjur ftesës son me kënaqësi. Unë nuk di të them gjë tjetër vetëm se Allahu e shpërblef me të mirë dhe lut Allahun xhel xhelaluhu që ta shpërblej hoxhën me të mirat e tij, sepse me të vërtet ka bërë rrugë, është lodh, po gjithë kjo është për hatër të Zotit, e kur është për hatër të Zotit është e absorbueshme dhe nuk ka asnjë lloj problem për njeriu sepse e di që po e bën për hatrin e Zotit, edhe ne kështu besojmë se hoxha jon kështu e ka bërë pra për hatër të Zotit. Dhe hoxha është i njohur, hoxha ka ligjëratat e tij të shpërndara dhe unë ju sugjeroj për ata që ndoshta nuk e kanë arritur ti referohen ligjëratave të tij, madje njëri mboni xheloz për aty në shokëve që ishim sot, tha mbo halal të po engjoj më shumë se sa ty. Ngeli çik hatri po e bën halal. Hoxha është gojë ëmbël, kështu më duket se e kam shkruar tek ai mesazhi që bëra njoftimin. Është gojë ëmbël, Zoti e shpërblef, Zoti e nderoft, është shëtitës, pra është zog shtektar, nuk është që rrin me i vend, shëtit ku t'i jepet mundësia, ku t'i jepen hapësirat, nuk e njeh pushimin, Allahu e shpërbleft. Kështu që mos ju marrun kohë shumë juve duke fol, se unë e di që ju prisni që të dëgjoni ligjëratën dhe këshillën që ka zgjedhur hoxha për ne sonte. Unë ju uroj atij mirëseardhje në emrin tuaj, Allahu e shpërbleft, falytfaddal. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yawmiddin. Falëndërimet dhe lavdërimet gjithnjë i takojnë Zotit të Madhrishëm, krijuesit të gjithësisë, sunduesit në këtë botën e botën tjetër. Atë falënderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe mbështetje kërkojmë. Përshëndetet, salavatet, selamet tona të përzemërta nga ky vend, nga thellësia e zemrave tona, ja përcjell me mësuesit ton Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe gjithë atyre të cilët e pasuan dhe ata që kanë fatin me pasu rrugën e tij deri në ditën kur takohen me Allahun xhalla xhelalu. Të nderuar dhe shumë të respektuar vëllezër besimtar, gjithë ju të pranishëm, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi ju dhe mbi familjet tuaja. Duke u nisur nga edukata islame se njeriu duhet me qenë mirënjohës dhe falëndërues edhe ndaj njeriut, në këtë rast ndejoni që publikisht ta falënderoj mikun tim, kolegun tim, hoxhën tonë të dashur, Mullah Ahmetin, i cili na ka bashkuar sonte në këtë shtëpi të bukur të Zotit Madhrishëm. Dhash Zoti Madhrishëm që gjithnjë të bashkohemi në hajër dhe në fund bashkohemi në xhennet. Zoti Madhrishëm e shpërbleft hoxhën e nderuar, kryesinë e xhamisë dhe ju vëllezër besimtar me të mira në këtë botën e përjetshme. Jam shumë i lumtur që sonte jam në mesin tuaj dhe po e them me modestinë më të madhe se nuk jam këtu për me thonë diçka çka se keni dëgjuar më herët, sepse jeni të nderuar që keni imam hoxh dhe pries një hoxh siç është i nderuari Sheikh Ahmeti, dhe keni dëgjuar dhe keni mësuar prej tij dhe prej shumë hoxhallarëve të respektuar të këtij vendi. Por jam këtu sot si pjesë e juaja
për t'ja rikujtuar vetes dhe juve disa gjëra të cilat mendoj se janë të vlefshme me i kujtu në këtë moment. Vëllezër të dashur, me që jemi në prag të muaj të bekuar të Ramazanit, dëshiroj me i thënë një 2-3 çështje në formë të mësimit se çfarë mësojmë nga ky muaj dhe cili është mesazhi ose cilat janë mesazhet kryesore të muajit të bekuar Ramazan. E para, vëllezër, nuk ka dyshim se të gjitha ligjet në Islam apo rregullat në Islam janë të përcaktuara nga i gjithdijshmi, i urti dhe i përsosuri, Allahu xhalla wala. Dhe të gjitha ligjet dhe rregullat në Islam apo adhurimet në Islam kanë për qëllim njeriu, e njeriu ka për qëllim Zotin e Madhreshëm. Pra ligjet në Islam kanë për qëllim që këtë njeri, këtë krije që quhet njeri, me formu, me konsolidu, me udhëzu, me drejtu, me fuqizu, e pastaj ky njeri me gjetë rrugën e duhur për të Zoti i Madhreshëm. Sepse s'mund të jemi besimtar ndryshe vetëm duke kaluar përmes rregullave dhe brenda rregullave të Zotit të Madhreshëm. Pra, që nga fillimi deri në fund, kjo fe është program i hartuar nga Zoti i Madhreshëm, që përmes këtij programi njeriu në radhë parë njeh Zotin e Madhreshëm, e pastaj njeh veten, e njeh qëllimin e jetës dhe njeh rrugën e cila e çon te Zoti i Madhreshëm. E çka ka të bëjë tash agjërimi, ose çka mund të përfitojmë prej agjërimit ose prej muajit bekum të Ramazanit? Vëllezër, mesazhin e parë ose mësimin e parë që e marrmi prej muajit Ramazan është se sa ka rëndësi besimi në jetën e kësaj bote. Se njeriu nuk mund të rrugton lehtë në jetën e kësaj bote pa besim në Zotin e Madhreshëm. Sikurse gjatë tërë jetës ose gjatë tërë vitit shkputemi pak prej këtij realiteti. Domethënë largohemi pak prej epiqendrës së besimit. Dhe shpesh na duket se jemi të fuqishëm këtë jetë, jemi të ishëm, ku e di çka. Dhe vjen muaji Ramazan dhe na mëson se sa është i rëndësishëm besimi në jetën e kësaj bote, besimi në Zot. Dhe në mënyrë praktike kuptojmë se jeta s'ka kuptim pa besim në Zotin. Dhe sa më afër Zotit të Madhreshëm me bindje dhe nënshtrim, aq më të fuqishëm, aq më të dinitetshëm dhe aq më të sigurt rrugtojmë në jetën e kësaj bote. Pra mësimin e parë që marrmi prej muajit Ramazan është se besimi është shumë i rëndësishëm. Dhe se njeriu në jetën e kësaj bote por asnjë moment nuk do të shkputet nga rruga e besimit. Vëllezër, besimi në Zotin një është anija e vetme, e cila është projektuar për të tejkaluar dhe kaluar valët e kësaj jete. E vetmja, anija e cila është projektuar me rrugtu me njeriu në valët të jetës dhe mos me dorëzu deri ta çon në brigjet e xhenetit. Dhe kjo anije e ka preambulën La ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Ky besim është shumë i fuqishëm. I vetmi lloj i tillë. Dhe besimtari i cili ka hyrë në anijet e besimit nuk mund ta mposhtin valët e jetës. Sado që ato janë të forta, të trazuara, të thella, megjithatë nuk mund ta mposhtin. Sepse është projektuar për të përballuar valëve të jetës dhe mbrin në brigjet e xhenetit. Dhe kushdo tjetër që ka zgjedhur opsion tjetër të jetës dhe ka zbrit për anijes së besimit, do ta provon, por është e pamundur me arrit qëllimet më të mira të jetës pa besim. E Ramazani, vëllezër, na mëson se sa ka rëndësi besimi në jetën e kësaj bote. Allahu xhalla wala na thot në Kur'an: "Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." E ata të cilët kanë bërë përpjekje, kanë luftuar në një farforme, kanë dhënë njerëz për ta gjetur të vërtetën, të gjitha rrugë kanë me çu te Zoti i Madhreshëm. Ky ajet ka zbrit para ajeteve të xhihadit, që t'jep me kuptues se do bë fjalë për një lloj betejë të rëndësishme të jetës. Ajo betejë është beteja me gjetë rrugën e besimit në jetën e kësaj bote. Se është shumë e rëndësishme. Mund të përfitosh gjithçka në këtë jetë,
por nëse se ke gjetë të vërtetën e besimit, një ditë do të kthehet e tërë jeta në bumerang. Pra, Ramazani na mëson në radhë parë sa është i rëndësishëm lidhja me Zotin e Madhreshëm, dhe se sa ka rëndësi besimi në jetën e kësaj bote, dhe se sa ka rëndësi Zoti i Madhreshëm në jetën e kësaj bote. Keni pa njerëzit në jetën e kësaj bote kanë prioritete ndryshme. E ne besimtarë në radhë parë kemi Zotin, e pastaj përmes udhëzimeve të tij ne e organizojmë jetën individuale, familjare, shoqërore e kështu me radhë. Dhe kur shkputemi nganjëherë nga ky fenomen ose nga kjo lidhje, shpesh herë shohim se nuk ka rrugëdarje tjetër përveç se të kthehemi në rrënjeve tona, të kthehemi besimit në Zotin e Madhreshëm, lidhjen me Zotin e Madhreshëm. Pra besimi në Zot është diçka e rëndësishme dhe Ramazani na jep këtë shans. Sa kuptojmë se në këtë jetë projektuesi i kësaj jete është Zoti i Madhreshëm. E njeriu është vetëm një pjesë e vogël në planit të madh, që s'mund të mbijeton, s'mund të rrugton dhe s'mund të arrijë qëllimet e jetës ndryshe vetëm përmes dritarës së besimit. Kjo është e para shkurtimisht. E dyta, vëllezër, Ramazani na jep një mësim shumë të rëndësishëm. Një fakt që na jep me kuptu se e kemi në dorë një shans, një faktor që begi është determinues në fatin e shoqërive. Ajo ka të bëjë koha. Ka të bëjë me kohën. Dhe Ramazani na mëson në mënyrë më të mundshme sa ka rëndësi koha. Pse sa ka rëndësi koha? Sepse fundit gjithçka është përbërë prej kohës. Edhe njeriu është hiç më shumë se sa një grumbull ditësh që sert kalon një ditë, i kalon një pjesë e qenies së tij, i kalon një pjesë e historisë së tij. Ramazani na mëson se është e rëndësishëm koha, vëllezër, sidomos në këtë kohën tonë bashkëkohore, ku jeta ose shoqëritë zhvillohen me dinamikë të përshpejtuara, dhe shpesh e shohim që ato popull ose njerëz ose individ që shfrytëzojnë kohën mirë i arrin qëllimet e jetës. E ata të cilët abuzojnë me kohën nuk i arrin qëllimet e jetës. Sepse jeta ka detyra të njëpasnjëshme. E Ramazani na mëson se është e rëndësishëm koha. Fillon me sekonda dita dhe mbaron me sekonda dita. Keni pas sa të kujdesshëm jemi në sifër, orën e kemi në dorë dhe e këshyrmi vallë, a kemi të drejtë, a kemi edhe 15 sekonda në dispozicion që ta pim një gotë ujë. Kaq është e vlefshme koha. Dhe kur vjen pasaj iftari, të gjithë e kemi në sofër dhe bëjmë përgatitjen paraprake, por e presmi kohën. Qoftë edhe gjysmë minuti. Krejt kjo për të na tregu se sa ka rëndësi koha në jetën e bote. Sepse ti dhe unë përbëhemi prej kohës. Ka shko vlerë koha. Nga se të gjithë krijesat, fati tyre është i lidhur me kohën. Madje vëllezër, Allahu xhelle wala kur ka folur në Kur'an për Ramazanin, agjërimin ka thonë ayaman ma'dudat. Thot adhurim me ditë të caktuara. Dhe ulemat kanë folur shumë gat në këtë çështje. Po mu po më intereson argumenti i temës. Çka nën kupton kjo adhurim me ditë caktuara? Dhe kanë dashur me thonë Zoti njerit se ajo që shkruhet vëllezër, ajo përfundon shpejt. Ata që e shkruan lapsi, qatë shifër që e shkruan lapsi, begi shpejt kalon. Për shembull, se jemi të vegjël, shpesh kemi ba hajgare me zveti, se unë do t'jetoj 50 vjetë, unë 70 vjetë, unë 80 vjetë, sa du shkruje, ama ata që ke shkruar me ta shpejt. Se çdo gjë që e shkruan njeriu e kalkulon e shpejt. Edhe nëse duket tyje që është vjen kadal, vjen shumë shpejt. Pyetja ata që i kanë sot ka 80 vjet, sa shpejt keni mrin këtë moshë. Dhe jam i bindur se po e kuptoni ku jam të dashur me dalë me këtë çështje e jemën ma'dudat, i ka ditë të caktuara dhe dietarët filozof po thonë Allahu do m'ia dhënë një mësim njeriu se s'është e rëndësishëm koha. Madje vëllezër, surja më e shkurtër në Kur'an që keni dëgjuar, Zoti i Madhërisht betohet në kohën. Allahu thotë wal asri pasha kohën. Nuk po diskutojmë për cilën kohë po flasim, unë po e marr kohën.
nuk po flas për namaz të qenie, se mas të qenie, se tefsire gjata ato. Po më intereson argumenti për shkemi të ful sot. Çfarë sa interesant. Allah thot pasha kohën. Koha në arabisht i ka shumë emra. Edhe el waqt i thon arabisht. Kohës. Zaman i thon kohës arabisht. Po pse ka zgjedh Allah fjalën asr? E dini çfarë do të thonë fjala asr? Dhe çfarë është thellësia e Kuranit. Fjala asr arabisht i thojnë langut, asir, langut portokallit. Keni pa portokallin ku ta shtrydhmi? Langi, aja që mbetet gjuhët. Allahu po thot pasha kohën, që ka me bërë të pavleshme gjithçka. Tret gjithçka. Ka që rëndësishme koha. Dëban pavlerë. Atë shpejtik, ta ka marrë rinien. Dedje në këshirë pasqyre shumë bukur, elegant, fuqishëm, dhe ku ta shoh me veten, kemi arë në trap të pleshërisë. A thu val, a gjithë shka ka me trejt koha dhe asë gjësim bjeton kohës, a? Allahu Gjelle Vala ka thonë përgjigjen vetë. Ka thonë, wal asri, innal insane le fi khusr, pasha kohën me të vërtet kë njeri është në degradim të sigurt, në përjashtim të kujt, illa alladhina amanu, përjashtim atyre që kanë besu, besimi nuk e mposh koha. Kjo është arma që mbetet, imbjeton kohrav. Illa alladhina amanu, wa amilu salihati, ata që kanë besu dhe kanë bërë vepra të mira. Wa tawasaw bil haqq, kanë bërë thirrje, e kanë mbështetjen e tjetrin në rrugën e vërtetë. Wa tawasaw bis sabr, dhe kanë bërë durim në proces, sepse jeta është vetëm një proces që varet begi shumë prej durimit që të flasim më vonë si pike e Ramazanit. Pra gjithçka ka me tret koha, përjashtim besimin, veprat e mira, kontributin për të vërtetën, edhe si mposht koha durimtarët, ata që kanë duru në procese të ndryshme të jetës. Pra mësimin që ne për Ramazani vëllezër është se koha ka shumë vlerë të madhe. Madje është faktor begi determinues në realizimin e projekteve të jetës. Dhe kush abuzon me kohën, e ka vështirë, qoftë individ, qoftë familje, qoftë shoqëri e tërë, kush abuzon me kohë, e ka vështirë me arrit qëllimet më të mira të mundshme të jetës. Dhe ka vështirë me arrit objektivat e jetës për cilat e ka kriju Allahu Gjelle Vala. E në Ramazan shka mësojmë? Në Ramazan mësojmë se koha qenë ka shumë rëndësishme, jo dita dhe javë dhe muaji, por qenë kanë të rëndësishme edhe sekondat e vogël që mund t'i numërojmë në orën tonë të përditshme. Për këtë arsye vëllezër, ky muaj ose agjërimi si adhurim është studiu dhe analizu nga këndvështrime të ndryshme, edhe psikologjike, filozofike, shkencore, sociale, dhe të gjithë argumentet na çojnë me një vend se po bën fjalë për diçka shumë të rëndësishme, për një shkollë që është e vetmja lloj tillë, dhe se njeriu ka mundësi të merr shumë mësime të duara përmes këtij muaji. Dhe mësimin e dytë që po e marrmi është me trajtu mënyrë më të mirë të mundshme kohën, sepse kurkush se ka të ardhmën në dorë, edhe kurkush se din fatin e jetës vet, sot ka qenë dita jonë dhe ne ka dashur ta shfrytëzojmë për i mëngjesit deri në jaci mënyrë më të mirë të mundshme, duke kryer obligime ndaj Zotit Madhërisëm, duke e ndërtu jetën, familjen, shoqërinë, sepse nuk e dim se çka na pret nesër dhe cila është e ardhmja e jonë të nesërmen e afërt. Pra koha është shumë e rëndësishme dhe Ramazani na mëson se nuk ka dyshim se ky mësim është vlen vetëm për besimtarët që e kanë besuar Zotin e Madhërisëm dhe ndjekin rrugën e Zotit e Madhërisëm. Vëllezër, po jetojmë në një kohë që gati se po e shohmi në praktikë, gati se po e shohmi në praktikë sa shpejt po na ik koha. Ky është paralajmërim profetik se koha do të ikë shpejt, thotë Rasulullah, nuk bëhet kiamet pa ik koha shpejt. Pa u bë viti si muaj si java si ditë kështu me radhë. Dhe jemi dëshmitar sa shpejt na ik koha.
Andaj, në këtë jetë nuk ka vend për abuzim me kohën. Por gjithsesi ta shfrytëzojmë kohën që të lëmë gjurmë në trajektorën e jetës. Të lëmë gjurmë pozitive në fletorën e llogarisë tonë. Se s'ka opcion tjetër më të mirë sa ky, sepse koha pasaj një ditë do të na nxjerrë humbës në rast se nuk e kemi shfrytzuar sa duhet. Dhe mësimi pra është me shfrytzu kohën. E treta, vëllezër, Ramazani na mëson një çështje shumë të rëndësishme të jetës. Na mëson shprehin e sistemimit të punëve. Sepse në kohën që po jetojmë ne, muslimanë sot, nuk është gjendja të na, të muslimanë, nuk është gjendja për lakmi. Le begi shumë për të dëshiru, le shumë për të pa që s'është në rregull. E dini pse, për shumë faktorëve. Sepse mos sistemimi i veprave, mos sistemimi i prioriteteve në jetë, shpeshherë njeriu dështon me arrit qëllimet e jetës. Ramazani na mëson sa ka vlerë sistemimi i punëve. Sa ka vlerë sistemi i jetës. Unik. E dini që ku të fillon Ramazani për ditës parë, fiks deri ditën 29 ti e di në sa ora kemi ngi iftarin ditën 29. Kaq është precize jeta e Ramazanit. Imagjinoni sikur të jetë precize komplet jeta e njeriu në tokë në këtë mënyrë. Ku kish arrit njeriu sot? Sepse njeriu ka potencial me zhvillu këtë jetë begi mirë, me jetu më mirë se që jetojmë ne. Sikur ne ta kishmi shfrytzu kohën, njerëzit, edhe ti kishmi sistemu prioritetet, ti kishmi vënë në tavolinë gjërat sipas aspektit prioritar, e dini që ndoshta kjo botë kish për ngjap me far pjesë ku i di çka të xhenetit. Kaq bukur kish me jetuar në këtë dunjë. Po mos sistemimi i punëve, edhe në aspektin individual, edhe shoqëror, edhe familjar, e bjen shoqëri në këtë degradim të thellë. A njeriu ka potencial me qenë ndryshe. Dhe Ramazani çka na thot? Thot çuret sa është, sa vlen rregulla, sistemi në jetë. Vëllezër, të gjitha krijesa tjera që janë krijuar me shërby njerit, funksionojnë kuadër një sistemi. Vetëm njeriu e ka lirinë me dalë për sistemit. A mund të pretendoni se dielli mund të vanohet në lindje perëndim? Jo, so kriju me një sistem unik. A mund të pretendojmë një ditë se na vyn për shembull me vanu pak me zgjat ditën se na vyn me punu? Jo, aja ka me lindje perëndu kur ka thënë Zoti. Të gjitha krijesat, domethënë gjallësat, krijesat tjera, funksionojnë në këtë kant, në këtë prizëm. Për jashtim njeriu është kriju me qenë i lirë dhe me pas mundësinë e sistemimit të punëve edhe me dalë për kodit të sistemimit. E kur dalë për kodit të sistemimit, nuk mund me arrit qëllime më të mira të jetës. Vëllezër, kjo jetë është e shkurtër. Nuk ka njeri që dalë për kësaj bote që s'ka me met marak me jetu edhe pak. Nuk ka. Edhe komu na met marak pëse s'kina bo punë të mira. Pëse s'kina shfrytzu ma shumë. Në ka thonë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thot nuk ka njeri që del për kësaj bote e që nuk është pishman, ka na thonë në Kosovë, që si ka ra pishman. I thonë ja Rasulullah, e për shkaj ka ra pishman ai? Për shkaj bje pishman da njeri? Thonë nësa vej për mirë, ka me thonë, jam bo pishman pëse s'kam bo vej pra më të mira, se pas na bo pak. E nësa vej për keq, thot, i kam ra pishman që kam bo të këqia. Pra, e të që ke i pari që s'po bojnë më mirë, ka lujtë rol shumë sistemimi ose sistemi punës një të se bote. Ka abuzu me kohën, nuk i ka pas në prioritet çështjet madhore të dinit, edhe pasaj ka dështu me mbledh argumente dhe me pasuru bagazhe jetës e ti për në botën e përjetshme. Për këtë arsye agjërimi na thot, kujdes, hyn në atëfar sistemin unik që ka kriju Zoti Madhrishëm, brenda ligjeve Zotit Madhrishëm, avansom në aspektin shpirtëror, moral, etik dhe këshife mirë edhe aspektin horizontal të jetës tonë. Vëllezër, po e përsëriti, sepse e kam thënë një herë. Por me qenë njeriu në këtë dunjë i suksesshëm, edhe pozitiv edhe i mirë, do të mi plotësu dy kushte.
dy kritere. Një, me kanë i mirë me vertikalen, me kanë i mirë me Zotin e Madhreshëm. S'mon është me qenë i mirë këtë dunja, pa qenë i mirë me Krijuesin. Sepse ai i cili i mohon gjërat e vogla, ai të mëdhajat, çka bën me të mëdhajat ai? Kur për pak s'është mirë, se shumë hiç. Dhe ana sjelltas. Dhe tash për me qenë i mirë, do të më njoh Krijuesin tan vertikalen, lidhje me Zotin. Dhe e dyta për me qenë produktiv në këtë dunja, dhe me qenë i mirë, do të me pa edhe horizontalen. Raportin, familjen, shoqëri, detyrat që i ki ndaj familjes, shoqërisë rreth ku jeton. Në këtë mënyrë bashkë i dobishëm edhe për familjen, për shoqërinë. E një prej kriterave që ja mëson njeriu me qenë produktiv, është edhe kujt jep prioritet në jetën e kësaj bote. Ku fokusohet, ku e ka forcën ky. Ku e kanalizon potencialin intelektual, po dhe fizik. Ku e fokuson ky. Sepse kur po diskutojmë për shoqëritë e suksesshme, ne musliman të japim gjithmonë shembull brezën e parë të Rasulullahit. Sahabët, tabiinët e kështu me radhë. Pse kanë qenë të suksesshëm? Sepse faktori kohë, një, edhe dyta, i kanë pas prioritetën tavolinë dhe kanë ditë çka është e duhura sot e çka është më e duhura nesër. Prandaj dhe kanë korë suksese të mëdha që ne sot muslimanët e këtij shekulli nuk po mujmë me gjetë formulën e suksesit. Na ka dhënë Zoti shumë potencial, por atë emrusin e përbashkët s'u bëjmë. A di që shumë të dhënë Zoti potencial dhe ti mos përfizu potencialin? Sukur një vetur për shembull 505. Edhe ti e lën lërë, epi gaz so dusha e sec, se ka kopë dëmzori. Keta e fuqi ka min lërë, sec. Se ke gjetë mënyrën. Pra, mundet Zoti më donë kapacitete, pasurije, gjithçka. Po për ta vënë në lëvizje dhe për t'ia pa hajrin, duhet begi me respektu dhe ligjet mëranshme që ka caktuar Islami, dhe një prej tyre është edhe sistemimi ose sistemi i punës dhe me pase çka është prioritare në jetën e kësaj bote, ku e fokuson ti fuqinë tënde dhe çka do të më arrit përmes potencialit intelektual, fizik, pse jo edhe material në jetën e kësaj bote. E Ramazani na mëson vëllezër se çka është prioritarja. Na mëson se çka është prioritarja. Dhe çështja tjetër vëllezër, prej mësimeve të Ramazanit, e këtë dimension e mësojna. Ramazani na mëson, agjërimi na mëson se njeriu është qenie shpirtërore. Është shumë me rëndësi me kuptu që të pikë çka po du me thonë. Keni pa në jetën e kësaj bote teori të ndryshme, fushata të ndryshme, gati se e kanë bind audiencën, masën, se nuk sheh asgjë të njeriu përveç anës fizike tina, anës materiale tina. Si duket kjo materialja është bërë edhe një argument shtesë në degradimin e shoqërive. E vjen muaj Ramazan, edhe i kallëzon njeriu se ti je qenie shpirtërore, nuk je vetëm qenie fizike. Dhe se aspekti material i yti nuk mund me dominu aspektin shpirtëror tanin. Nuk është materiale që duhet me ta dominu të janë shpirtërore. Se ti ki vlerë më shumë nga aspekti shpirtëror. E di çfarë gjendje kemi ardhur vëllezër? Keni pa në sofër të iftarit për shembull. Sa bukur i shoh mi fëmijët. Që tanë vitin ndoshta se javnoj mendën, nuk i shohmi. Se tu vrapu mas materiales. S'ka vlerë për ne familja, s'ka shoqëria, s'ka rrethi. E për një moment në Ramazan e shohmi sa ka vlerë familja, sa ka vlerë rrethi, sa ka vlerë fëmia kështu me radhë. Edhe shes se ana shpirtërore është më e fuqishme, më e bukur, më e mirë se sa ana materiale. E dini kemi ardhur me një kohë vëllezër, që jemi t'ja vra ardhmërin, i na t'ja lëndu ardhmërin fëmijëve tanë. Shembull fëmia i ka 7-8 vjet, 5 vjet, çka i themi na? Ne i themi çore ban shka të bash dhe më kanë i pasur. E ngarkoj me diçka që se ka potencialin. Ai pse të mos e shijon jetën që është në kohën e vet? Pse do të më ngarkuam edhe i themi për shembull, ai di që jeta e pasigurt, ja do të më bëj i pasur e s'ka, ai nuk din çka është pasuria. Sepse mi t'i pa dhe familje, edhe antarët e familjes vetëm si janë materiale, jo si janë shpirtërore. Dhe Ramazani na i hek maskat. A di ç'është kjo agjërimi? Sepse shpirti i njerit, po e them në mënyrë alegorike,
shpirti i njerit i përngjan çepës. A ke po çepës sert ja hekshë të far lëvorët, fletën, tu shku ka zemra, tu gjek syt, se ti t'u afruar realitetit. Shpirtin ku ta kaplojnë maskat e kësaj jete, nuk shet rrubullt. Nuk shet mirë, nuk shijohet mirë, i vdesin detektorët. Vjen Ramazani edhe e zhvesh. Ja e këto maskat fals, edhe bjen në originalitet. Dhe kjo e sheh pastaj se pas ka vlerë diçka shumë këtë dunjë, edhe jeta dhe familja e shoqëria është më radh. Se e bën me pa mirë, me dioptri të sakt, jetën dhe ata çka sillet rreth tij. Pra Ramazani na mëson se sa ka vlerë ana shpirtërore e njerit. Se sa ka vlerë me zhvillu njeri aspektin shpirtëror para aspektit material. Se sa ka vlerë me fuqizu njeriu aspektin shpirtëror të tij. Zoti i Madhreshëm Kur'an fol për njerin në gjitha dimensionet që i ka njeriu. Edhe ai thon Kur'an Allahu xhalla wala se kam krijuar njeriu të fuqishëm. Po, krijesë fuqishme. Sepse po të mos ishte njeriu i fuqishëm, su ne kish zhvillu jetën e kësaj bote. Se terreni i kësaj bote është shumë i fortë, shumë i ashpër. Po për ta fuqizuar më shumë njeriu, duhet mja forcu detektorët e imanit. E agjërimi argëzon maskat falso të kësaj jete, edhe ky pastaj begi she me dioptri të sakt, edhe familjen, edhe shoqërinë, edhe jetën shumë radh. Dhe e fundit vëllezër, për mësimeve të Ramazanit, që dashta më nda me juve, Ramazani, ose agjërimi, e mëson njeriu se ndryshimi është i mundshëm. Të gjitha krijesat në këtë dunjë ndoshta janë kriju për mos me ndryshu dhe nuk i fajsojna. A mund t'ja ndryshojmë kahjen oqeaneve? Absurde, pa mundshme. A mund t'ja ndryshojmë shembull diellit rotacionin? E pa mundshme. Yjeve, pa mundshme. Kodra, mi thon pish vendosmi kodrat pjandrëvenin, e pa mundshme. Se janë kriju për me ndryshu. E vetmja krijesë që është kriju edhe ka mundësinë për të ndryshu prej të keqes në të mirën është njeriu. E Ramazani, agjërimi, e mëson se njeriu do të me ndryshu vëllezër. Kur s'ban me u kënaq me të keqen. Kur s'ban me pajtu me fatin e tij të keq. Por ai duhet me bën përpjekje maksimale për ta ndryshuar gjendjen dhe pastaj për të arritur qëllimet më të mira të jetës. E dini se sa njeri në këtë dunjë e ka dekapituluar fatin e jetës tij duke u nështruar këtij argumentit të keq se ai nuk ndryshon. Në realitet është krijuar me ndryshu. Dhe e ka dekapituluar fatin e jetës vet. Dhe sa shoqëri dhe njerëz ka thonë po, ne jemi krijuar për të ndryshuar. Nëse s'kemi ditë dje, na duhet me ditë sot. Nëse kemi qenë rrugëve të gabuara dje, na sot s'ban me qenë rrugë të tilla. Ka ndryshuar dhe Allahu xhalla wala ja ka ndryshuar jetën, ja ka ndryshuar botën e kështu me radhë. Dhe një prej fjalëve më të famshme që janë transmetuar prej Omerit, ai ka thonë këtë fjalë se thot na ishim një popull ignorant, Allahu na ndryshoi me Islam e ne ndryshuam botën. E dashtëm ndryshimin dhe ne ndryshuam botën. Dhe me të vërtetë ata sahabët e Rasulullahit e dashtën ndryshimin dhe u bën faktor që ta ndryshojnë botën. Dhe sot nganjëherë tham shpesh baj pyetje vetes, sikurse mos tishin ato në histori, ka të ta kishmi marrë shembull na për ndryshim pozitiv dhe për shumë gjëra të mëdha në jetën e bote. Ku kishmi gjetë një gjeneral tjetër që nisemi nga faktet për të argumentuar një çështje, sikurse mos kishin shokët e Rasulullahit. Pra ato ndryshojnë vëllezër. Edhe ne mund të ndryshojmë sepse ne jemi krijuar për të ndryshuar. Madje kriteri vendos në Kur'an në surën Rad që Allahu thot, Allahu se ndryshon gjendjen e popullit përderisa ata se ndryshojnë gjendjen e vet. Pra nuk mund të fajsojmë askënd nëse ne nuk e duam ndryshimin vëllezër. E nëse duam ndryshimin, ta dini që shanca ideale e vetmja shancë e vitit me këtë potencial të fuqishëm për të na vënë në funksion dhe për ndryshu është muaji Ramazan.
Madje Allahu është aq i mëshirshëm, sa që ai kur ta nëse gjithdijshmi gjithçka, po kur ta sheh përpjekjen e njeriu, qoftë vogël, për të ardhur të ndryshimi, ai komi përmbys faktet edhe me nxjerr njeriu pas e krize. Dhe me prunën në realitet, sepse e don më shumë se sa çdo kusht tjetër. Askush s'na don më shumë se sa Allahu xhelle wala. E kam dhënë këtë shembull dhe po jap edhe sot para juve. Çfarë do të thonë vëllezër ndryshimi dhe më ka bë si ngjarje më ka prek në zemër dhe shumë për të kaloj pa e thonë, edhe shertu mi për të rasti ka me thonë. Pas ka të qenë një njeri i verbër, edhe pas ka lyp para të dera xhamisë. Të shkrunin atë farë letrën, ndihmonum se jam i verbër. Edhe njerëzit ka kanë dalë prej xhamisë, i kanë dhënë pare, mi kanë ndihmu. Mirë po njeriu bati mun, nga një njeri dhe me të keqën pajton. Shumë interesant kjo qenja njeri. Janë bo njerëz ndihmon si kanë ndihmu ma, se si ka bo përshtypje më fjala jam i verbër ndihmonum. Në ditë prej ditë vjen një njeri meqëm, edhe shet që ai në të farë paketën e vetë, s'ka kur gja, të holla, dhe të shkunën paketën ndihmonum se jam i verbër. Ky meqmi janë ndron fletën. E më një laps thjesht, edhe a shkruan, jeta është e bukur, po unë nuk peshof. Edhe hinë xhami, falën, ka dalin për xhamisë njerëz, ja lexojnë letrën, jeta është e bukur, po unë nuk peshof. Edhe i bojnë përshtypje shumë, kjo shprehje. Edhe japin njerëz. Ky meqmi deli fundit, edhe do filan, shiki punë me njerëz, thot mirë, thot po preki me dorë, më kanë dhënë sot shumë, thot çka shkruan letrën tonë aty, thot më shkruan jam i verbër, ndihmonëm se jam i verbër, thot jo, nuk po shkruaj kështu. Thot e çka shkruan, s'di çka shkruan thot. Thot po shkruaj kanë letër, jeta është e bukur, po unë nuk pesho. A thot, ma pas ka ndryshuar dikush fjalin, ka ndryshuar rezultati. Janë përmbys zemrat. Nëse me pak fjalë e zbut zemrën e njerit, e dini që me pak sjellje e fiton mëshirën e Allahut azza wa jall? Dhe e fiton përkrahjen e tina? Ata që kanë kriju mure mes tyre dhe Zotit, dhe mendojnë që s'ndryshon kur gjë, e kanë gabim vëllezër. Kjo është muaj që na tregon se ndryshimi është i mundshëm. Allahu xhalla wala na thon Kur'an, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. O ti njeri, kush po të mashtron dhe po të hjek për rrugën e Zotit të Madhreshëm. Cila çan ka argumenti se ti nuk ndryshon? Cila koka aja fuqia që ti mendon se po të pengon, mos më arrit shkallën e ndryshimit. Dhe mos më afro te Zoti i Madhreshëm. A janë mëkat ato që mendon ti se të pengojnë te Zoti? Pa e din që nëse ikmi pe Zotit, prej ku ne kemi ik? Nëse ikmi prej Zotit, veç tregom ku tjetër James Rahim. Ku? Para 3 dite, po e bëj personale këtë bisedë, me një njeri të moshës shtyn, më tha një fjalë që më çuditi. Hoxha tha unë kam frikë, hoxha po më thot, hoxha tha kam frikë me ardha në xhami dhe me anis mu fal, edhe me ndjek rrugën e Zotit. Ta çudi kam frikë, pikuna ki frikë pi tham. Tha atë shumë kam ba mëkatën të kaluarën, atë shumë jam, ashtë i keq jam unë, sa që kam frikë dhe me në xhami. Edhe unë ja thash njëtën çështje që për tham juve sot. Thash nëse ke ik për Zotit, a ke mendu të kush tjetër ke me shku për verset e Zotit? A ke mendu këtë opcion këtë jetë? Nëse për Zotit ta nik, a ke mendu rrugën tjetër, vëlla, dhe a ka opcion tjetër? S'ka opcion tjetër. Të Zoti i Madhreshëm s'ka opcion tjetër. E që ky Zot që ti pas ke frikë për shkak gjunam i afru, ky po të thot afrov, sepse do të afrohem te ti. Edhe ndrysho. Sepse ka më ta mundsu me pa ndryshimin. A nëse të ik dhe mbyll dyrt vetës, atëherë çka thon Allah në Kur'an në ditën e gjykimit, që mos e fajsoni askan për fajson e veten. Pra vëllezërit e dashur,
ju që na përcjellni dhe dëgjoni, Ramazani është premia e vitit, edhe e jetës. Dhe ne ne duhet me pas guzim mu afru të Zotit Madhreshëm, me bindje të thellë në Allahun xhelle wala, me dëshirën më të madhe të mundshme që të reflektojmë karshi të kaluarës tonë, veprave tona, dhe të motivohemi për betejat e jetës, sepse jeta kësaj bote nuk është e lehtë. E neve na i duhet shpirti stacione. Keni pa vëllezër na ka ardhur prej Kosovës këtu te ju, te vëllezërit unë shpiton, u dash mu na rrugës sepse ka nevojë njeriu për ushqim fizike, ka nevojë për. E qysh mund me rrugtu njerin këtë dunja pa stacione shpirtërore, këta se kuptoj une. Ti me shku për shemë tu në Gjermani, do të stacione munal karburant me marë, me pushu pak. E qysh me rrugtu këtë jetë, pa e nalë shpirtin me një stacion ku ushqejet për jetën. Qysh është e mundshme. E pra i lartë madhruri, Allahu xhelle wala, i kalon një 5 stacione ditore, një e kalon javore, një e kalon vjetore, një për jetë. 5 herë në ditë në nalimi edhe e motivojmë shpirtin, bim në sejdë, forcohemi, edhe jam mësym punëve të jetës. Vjen e xhumaja njëherë në javë, pastaj vjen Bajrami kështu me Ramazani një në vit, edhe haxhi. Këto janë stacione shpirtërore vëllezër. Nuk kam i arrit qëllimet e jetës. Ai cili nuk ndalet në këto stacione për të reflektuar karshit kaluarës dhe me pa se jeta kësaj bote mund të ketë rrugë të ndryshme, por vetëm një është e saktë, rruga besimit. Dhe ai cili e shef jetën përmes dimensionit të besimit, ai e ka pa jetën në dimensionin moral të mundshëm të saj. Unë po përfundoj këtu këtë bashkëbisedim me juve, duke u shprehur publikisht dhe njerëz jam shumë i lumtur që jam mesin tuaj, jam pjesë e juja, jemi vëllezër, dhe lutim Zotin e Madhreshëm që të gjithë ata dietarë të mëdhej që keni këtë mesin tuaj, me gjithë ata që janë gjallë, Hoxha Ahmed dhe të tjerë, të cilët në vazhdimsi kanë kontribuojnë dhe do të kontribuojnë për avancimin e fjalës së Zotit të Madhreshëm. Zoti i Madhreshëm është problem me xhennet. Ju dhash të mira në dunjat në ahiret dhe inshallah takohemi irave tjera. Ma bani Allah, wassalamu alaikum. Allah shpërblet të hosh Zotit në roft. Me të vërtet në knaqe edhe në freskove faktikisht, edhe me para Amazonën në dimension tjetër. Pra një analizë mbi Ramazanin në një dimension më ndryshe se që shihet, si një moment reflektimi për të ndryshuar për mirë dhe si një shans, pra dhe mundësi, që Zoti na jep për herë. Por problemi kësaj për herë është se nuk e dihet a do të kemi më shans. E herë nuk e dim a do të arrim, lusë Allahun që të arrim, dhe po arritëm, nuk dihet a do të na jepet mundësia ta mbarojmë, ta çojmë deri në fund, se kjo s'është në dorën tonë. Po edhe mund të jetë i fundit i jetës sonë. Pra gjitha këto duhet të çojmë në përmend në mënyrë që këto mësimet që përmendi Hoxha i bëri asër, i bëri shtrydhje, i bëri ajkën si më thonë ajkën e mësimeve që duhet të nxjerrin për Ramazanit. Mendoj që Ramazani do të jetë moment jo vetëm furnizimi për të ecë për më tutje, po edhe një moment laboratori, analize, që ne të shohim veten, të kuptojmë se çfarë probleme shkemi, ke makina e ke shoferi, e pastaj nëse duhen bërë ndryshimet, i bëjmë ndryshimet, se jemi akoma në kohë, elhamdulillah. Edhe një herë Hoxh, Zoti të shpërbleft për ligjëratën, për këshillat që na dhe, për porosit, për ajkën e mësimeve që faktikisht duhet nxjerrim nga agjërimi i Ramazanit dhe nga Ramazani. Allahu në lusë që ky Ramazan të na gjej shnoshe mirë, dhe Allahu në lusë që të arrim mirësitë e Ramazanit, të gjithë pa përjashtim. Pejgamberi alayhis salam ka thënë kush i thot dikujt për një të mirë,
Allahu ta shpërbleft, i ka shlyer detyrimet ndaj tij. Edhe ne o hoxh nuk themi gjë tjetër vetëm se Jazakallahu khairan. Allahu ta shpërbleft, Zoti të nderoft, Zoti të ruajt nga çdo e keqe. Allahu don sukses që të vazhdosh kështu siç je, po edhe më mirë që të përfitohet më shumë prej teje dhe këshillave dhe ligjëratave që ti mban. Zoti ta shpërbleft në veten tate, në familjen tate, edhe të gëzoft Zoti si në këtë botë edhe në ahiret. Vëllezër, Allahu ju shpërbleft edhe ju nderoft, Zoti ju ruajt edhe juve nga çdo e keqe, edhe na mësoft gjithë së bashku të arrijmë Ramazanin, po një Ramazan ndryshe nga Ramazanet e tjera, një Ramazan i cili ndryshon thellësisht pozitivisht jetën tonë. Amin.